tjera, Shqipëria u bë streh për popullin hebre dhe ndryshe po kështu nga vendet e tjera, hebrejt nuk largoheshin, por erdhen për të gjetur streh, për të gjetur mbrojtje dhe për të qenë të sigurt. I cannot but recall here one of the Nuk mundem të mos kujtoj këtu një prej shumë episodeve të asaj faqeje të lavdishme të historisë sonë, kur të gjithë udhëheqësit fetar from the Nazis to handle the excess of u thirrën nga nazistët për të dhënë qasje, për të dorëzuar arin shqiptar dhe listën e hebrejve. Dhe ata menjëherë thanë, mund ta merrni Floririn, po hebrejt janë tanët, do t'i mbrojmë. and they didn't collaborate with the Nazis. Dhe ata nuk bashkëpunuan me nazistët, No one did so. dhe askush nuk e bëri këtë. There are 2 Jews in the list of the deported people. Ka 2 hebrej në listën e personave të internuar në Gjermani nga e gjithë bota, por nuk janë hebrej në fakt. They are 2 Albanians, Janë 2 shqiptar the sons of që ishin djemt e një familjeje shqiptare when the Nazis went që fshehu 2 hebrej. Dhe kur nazistët shkuan ti i merrnin, i vjetri i shtëpisë u tha prisni në derë, sepse do t'u dorëzonte dhe u dorëzoi 2 djemt e tij që përfunduan në Bergen-Belsen our dhe Second World nuk u kthyen kur e nuk than kur që ata nuk ishin hebrejt që supozohet të mbronin. Historia jonë e luftës së dytë botërore është e mbushur me episode të tilla, e në të njëjtën kohë është një dëshmi që unë e ruaj shumë fort në zemër për të gjithë brezin e ardhshëm, që ka të bëj me mbrojtjen e tjetrit pavarësisht besimit të tij të saj fetar. Dhe po, Shqipëria është një vend me shumicë muslimane, por kjo ishte një nga arsyet pse nazistët nuk mundën të mbrinin tek hebrejt, sepse muslimanët ishin buroja e tyre më e fortë. and trying to build upon that history we Në përpjekje për të ndërtuar mbi këtë histori, vocal ne bëjmë gjithçka mundemi që të ngrëmë zërin kundër antisemitizmit. Ne kemi miratuar të gjithë legjislacionin kundër antisemitizmit dhe kemi promovuar mësimin mbi Holokaustin hebre duke integruar atë në kurrikulën tonë shkollore, sepse është bindja jonë e palëkundur që kjo s'ka të bëj me hebrejt. Kjo our humanity. ka të bëj me humanizmin tonë. On the other hand, Nga ana tjetër, ndërkohë që flasim, po ndërtojmë we speak 2 qendra hebreje, centers, one Jewish museum in Vlora where the një Jews muze hebre në Vlorë, aty ku ishin vendosur hebrejt, dhe një qendër kulturore hebreje në Tiranë, again the history of Jewish salvation is integrated, but at the same time we want to give space to the now and ku edhe një herë historia e shpëtimit të hebrejve është e integruar, por në të njëjtën kohë duam t'i japim hapësirë së tashmes e së nesërmes. E duam që sa më shumë të jetë e mundur të kemi marrëdhënie me Izraelin dhe me popullin hebre, qysh nga niveli turiste që ju përmendët, dhe më vjen keq për ta, sepse fluturuan në Shqipëri më 2 prill, ju ishte thënë më 1 prill dhe kryeministri ju dha një darkë, dhe ata menduan që ishte një shaka e keqe nga Sandori. Nga ky nivel pra deri tek niveli i shkencëtarëve tuaj të mrekullueshëm,
dhe njerëzve të mrekullueshëm të teknologjisë e industrive tuaja të mrekullueshme. Dua ta përsëris këtu që ashtu siç ka qenë jo vetëm gjatë luftës së dytë botërore, por 3 herë në histori, tokë ku hebrejt gjetën stre e mbrojtje, Shqipëria do të jetë gjithmonë shtëpia juaj e dytë dhe ju do të jeni gjithmonë të mirëpritur në Shqipëri. Ne shpresojmë fort që në këtë kohë të re do të jemi në gjendje të ndërtojmë diçka jo aq të jashtëzakonshëm sa ç'bën gjyshrit e gjyshet tona, por në të njëjtën frymë vëllazërimi e bashkëpunimi. Dhe ne qëndrojmë të patundur krah Izraelit në këtë moment të vështirë e të dhimbshëm ku ende ka njerëz në bodrumet mesjetare të Hamas, dhe siç e kam thënë përpara, dua ta përsëris dhe tani. Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse e zgjidhjes me 2 shtete. But in my view and in our view, there is no solution with Por në këndvështrimin tim e në këndvështrimin tonë nuk ka zgjidhje ne Hamasin aty. Dhe ndryshe nga ç'janë përpjekur të tjerë të thonë, Hamasi nuk është lëvizje rezistence. Hamasi janë nazistët e shekullit të ri. Dhe historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis. Duke ju uruar çdo të mirë juve, popullit Izraelit, gjithë rajonit, e duke pritur me padurim të shoh paqen midis hebrejve dhe arabëve, mbetem vërtet mirënjohës për gjithmonë për këtë moment të jetës sime, që jam i sigurt nuk e meritoj si person, por që jam i sigurt që të gjithë shqiptarët që kanë bërë diçka për hebrejt e meritonin këtë moment. Faleminderit. Thank you, Your Excellency.